Shqyrtimi I raportit për Maqedoninë është shtyr për më 24 qershor. Propozimi erdhi nga raportuesi për vendin Thomas Vajc, I cili ishte në shënjestër të kritikave nga kolegët eurodeputet bullgar. Vajc në fillim të debatit në komisionin në Parlamentin Evropian theksoi se janë zhvilluar debate intensive politike për këtë raport, por qëllimi I tij nuk është të zgjidhë mosmarrëveshje dypaleshe. I must say that I absolutely stand behind my report. All groups have been involved into the negotiations. All groups have participated in forming these compromises. This is a report of the European Parliament and the European Union to the state of accession when it comes to the country of North Macedonia. This report is not intending or is not there to solve bilateral issues between Bulgaria and North Macedonia. Autoritetet vendase prisnin që raporti të miratohej veçanërisht sepse Vajc kishte theksuar ekzistencën e një identiteti dhe gjuhe të veçantë maqedonase. Megjithatë, eurodeputetët bullgar presin një hetim mbi rrethanat në të cilat Vajc e ka shkruar raportin. Наистина вярвам, че в този период ръководството на парламента ще направи нужното, за да разследва и да провери всички факти и обстоятелства относно нередностите, които установихме във връзка с списването на доклада. Но му благодаря още веднъж за това в този момент наистина мъдро и отговорно решение и призовавам в дните и в седмиците, които ще имаме до следващото разглеждане, той да прояви също така мъдростта и да свика поне още един път докладчиците в сянка за доизчистване на останалите чувствителни въпроси. Në mbrojtje të Vajc dole një pjesë e socialistëve dhe liberalëve. And we regret deeply the terms and insinuation addressed to the colleague Vajc. I want to express the support for Mr. Vajc's proposal and also to formally condemn the campaign he was exposed. And this is unacceptable and shouldn't be repeated. Thank you. Full support. Kryeministri Hristian Mickoski së fundmi bëri thirrje që raporti të miratohet dhe për këtë, siç shtoi, ka biseduar me politikanë evropian, ndërsa presidentja Gordana Silianovska-Davkova tha se do të vihet në pikpyetje kapaciteti demokratik I Parlamentit Evropian nëse raporti Vajc nuk miratohet.